Në Shkup të Maqedonisë së Veriut zhvillohet samiti mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos në fjalën e saj hapëse theksoi se zgjerimi i BE-s është një plan real dhe i mbështetur me konsensus të plot nga vendet anëtare të Unionit. Ajo theksoi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor si pjesë e domosdoshme për unifikimin e Europës në përballje me sfidat gjeopolitike aktuale. Duhet të forcojmë konkurencën tonë, të mbrojmë demokracinë kundër palëve të treta dhe të marrim siguri në duart tona. Hapat e fundit drejt unifikimit të Evropës në kuptojnë zgjerim, bashkim dhe përqafim të vlerave të përbashkëta. Kur jemi solidar, jemi më të fuqishëm. Për herë të parë në historinë e Evropës, nëse punojmë me vendosshmëri në procesin e zgjerimit, mund të bashkojmë kontinentin dhe Evropa nuk mund të bashkohet pa Ballkanin Perëndimor. Komisionerja Europiane vlerësoi gjithashtu progresin e Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit, duke nënvizuar hapjen e 3 kapitujve negociues vetëm një 6 muaj të fundit. Ajo shtoi se shpreson që Shqipëria t'i hapë të gjitha kapitujt deri në fund të këtij viti. Ka konsensus për një zgjerim të mëtejshëm të Bashkimit Evropian, diçka që nuk ka qenë gjithmonë e pranishme në të kaluarën. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur, pasi nuk mund të zgjas pafundësisht. Shoh një zhvillim të dukshëm, Shqipëria i nderuar kryeministër Edi Rama ka hapur 3 kapituj në vetëm 6 muaj. Ju faleminderit që keni ndikuar pozitivisht në këtë proces. Nëse ecet me këtë ritëm, të gjithë kapitujt mund të hapen deri në fund të këtij viti. Mezi pres të festojmë së bashku hapjen e kapitullit të fundit. Në një prononcim të shkurtër për mediat në nisje të samitit të BE-s Ballkani Perëndimor në Shkup, kryeministri Edi Rama theksoi se vendet e Ballkanit janë sot më afër se kur realizimit të aspiratës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore dhe më vjen mirë që ka një atmosferë pozitive në këtë drejtim. Jemi shumë afër anëtarësimit dhe besoj fort që do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona. Plani i përbashkët do të realizohet plotësisht, është shprehur kreu i qeverisë.